Desha me ditë çfarë ndodh me njëri që s'ka dëgjuar kurrë për fen islame, pra ka lind në një vend ku nuk praktikohet, as nuk flitet për fen. Ku do të jetë ai në atë botë, në xhenet apo në xhenem? Njerëzit që nuk i ka ardhur argumenti në këtë botë, thot Zoti në Kur'an, "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nuk e dënojmë askënd pa i ardhur atij fakti, argumenti, pa e kuptuar mirë argumentin. Fjala rasul nën kupton kuptimin e argumentit. Kuptimin e argumentit. Ka thënë pejgamberi sa "Wallahi la yasma'u bi." Pasha Allahu nuk dëgjon për mua. Pra kushti është të dëgjoj dhe të dëgjoj me kuptimin ta kuptoj Islamin, fen, të paraqitet si ofertë Islami. E nëse njeriu nuk i ka ardhur si ofertë, ose i ka ardhur oferta gabim, ose është rritë në një ambient që nuk ka marrë mesazhin e vërtetë të Islamit, por ka marrë një mesazh të gabuar për Islamin, etj. Këta njerëz sprovohen ditën e Kiametit. Ngjallen në vete dhe sprovohen ditën e Kiametit. Ju vjen një profet, ju flet për Zot, ata sikur janë në këtë botë do të jenë. Sikur janë në këtë botë, ju bëhet sikur janë në dynja. Ju vjen një profet ju flet për Zotin, për besimin, me mrekullie, me gjitha sikur me qenë këtu në këtë dynja. Sa për tu ndarë puna e tyne, se ku do të jetë fundi i tyre në xhenet apo në xhehenem.